Policia e Tiranës njoftoi këtë të mërkurë si 3 muaj më parë dhe pikërisht më 25 dhjetor 2024. 2 persona të maskuar dhe me lev në duar kanë hyrë në zyrat e kompanisë telefonike në zonën e Laprakës, por ngjarja është mbajtur e fshehur si nga kompania, ashtu dhe nga shoqëria private ruajtjes së objektit pa u raportuar pranë institucioneve. Pas marrjes së informacionit për një ngjarje të ndodhur dhe të paraportuar, janë kryer veprime verifikuese dhe hetimore të cilat çuan në konstatimin e kësaj ngjarje, e ndodhur më datën 25/12/2024 në ambientet e një kompanie telefonike në zonën e Laprakës, tha policia. Nga hetimet paraprake sipas policisë rezultoi se rreth orës 2:30 të datës 25 dhjetor, 2 shtetas të maskuar kanë hyrë në ambientet e kësaj kompanie, duke dëmtuar drynin e derës së pasme. Ngjarja është konstatuar nga punonjësi i sigurisë së brendshme i kësaj kompanie, shtetasi Gentian Koçi, i cili në deklarimin e tij ka pohuar se nuk janë marrë sende dhe nuk janë shkaktuar dëme materiale. Gentian Koçi nuk ka njoftuar policin për ngjarjen. Dyshohet se ai ka njoftuar vetëm drejtuesin teknik dhe punonjësit e grupit të shoqërisë private të sigurisë fizike, që kishte në ruajtje ambientet e kompanisë, njoftoi policia. Më tej shtoi se edhe përfaqësues të kompanisë telefonike kanë qenë në dieni të ngjarjes, por nuk e kanë kallëzuar. Sipas policisë, për akuzat e moskallëzimit të krimit dhe veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës, u proceduan Gentian Koçi 50 vjeç dhe Arsil Feshti 31 vjeç, të dy me detyrë punonjës sigurie i brendshëm pranë kompanisë telefonike, si dhe Ralsina me detyrë drejtues departamenti i zyrave dhe pasurisë në këtë kompani. Alfred Zylalaj me detyrë drejtues teknik e kompanisë Nazeri 2000, Koço Veneti, Gëzim Sala, Ismet Tatari dhe Myzafer Dinoshi, punonjës shërbimi pranë kompanisë Nazeri 2000, po hetohen në ndyshimet për moskallëzim krimi. Prokuroria është duke hetuar për rastin në fjalë, ndërsa po merren në pyetje të gjithë personat që kanë dieni për çështjen.